Zoti Bilalli, si e shikoni lëvizjet e fundit mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit, teksa herë ka deklarata se mund të shkohet drejt përfundimit të luftës dhe herë ka deklarata të tilla se Shtetet Bashkuar të Amerikës mund dërgojnë trupa të tjerë në lindjen e mesme? Kemi hyrë në fazën kur bisedimet rundi parë ta quaj kështu se do është janë paralajmëruar tash bisedimet e reja. Më duket admirali i famshëm, generali i famshëm pakistanez Asim Munir ka udhëtuar sot për në Tahran me ministrin e mbrojtjes. Me siguri është në vazhdën e përpjekjeve për ta koordinuar takimin e radhës, por më duket për afrimin e mendoj që kemi pika të cilat janë diametralisht të kundërta, nga 15 që amerikani, atyre pika dhe 10 që iranian. Dhe pikat me cilat mund të jetë ndoshta aja thambra akilit, me duket që për momentin janë 2. Të tretës nuk i besoj shumë, nuk pranojnë iranianët të hynë në atë koncesion për reduktimin e raketave balistike, sepse po është mjeti vetë, mjetik për ta ruajtur sovranitetin dhe krenarinë e tyre. Po do jetë programi për ta marrë, me cilën besoj që do ketë probleme jashtëzakonisht të mëdha, sepse amerikanët kërkojnë që të reduktohet deri në bile me duket që kanë probleme edhe me 3.7 që në për qëllime paqësore, siç është ai centrali Berthamor, ku kanë më të them ndikim edhe ekspertët rusë dhe inxhinierët rusë në Bushera. Dhe do jetë kjo problematika me 440 kilogramët të uraniumit që nuk dihet, është misterioze se ku gjenden. Me siguri ato janë brenda territorit të Iranit, por është një, më të them, sekret i madh në të cilin mund të amëndsohet, edhe qoftë edhe shërbimet më të forta siç janë ato amerikane. Mendoj që po kemi në fazën që të kemi një rund të ri, i cili deri të mërkurën e ardhshme, do thotë sot një javë, përfundon 2 javorshi, janë pushimit që mendoj se ka gjasa që të zgjatet dhe të prolongohet, do gjendet një arsye, një alibi, sepse më duket nuk është e favorshme për asnjërin palë që të rifillojnë luftimet, sepse do ishte humbje, mendoj, jo pak e ma shumë për njërën apo palën tjetër, por mendoj që strategjikisht do ishte ndoshta potezë i qelluar edhe për palën amerikane të rifillonte luftimet. Edhe pse problematikat do jesin, mund të kemi luftimet e reja mes Iranit dhe Izraelit, siç po veprohet tash në Liban. Por mendoj që për periudhën kur jemi në fazën e këtij 2 javorshi, situata është jashtëzakonisht e komplikuar, me qenë se më duket që iranianët kanë ndërmend ta fusin Amerikën në kurth. Dhe cili mund të jetë ky kurth? Besoj me palën kineze. Shef, kemi interesant, jo një konflikt, një duel, një ndeshje Kin-Shëba, apo Rusi-Shëba, për Iranin. Mirë më duket që kemi aktivitete me cilat njëra palë, siç është Federata Ruse, furnizon me informacione satelitore, apo të inteligjencës, mund të them më mirë, Iranin, ndërsa Kina kuptohet që CNN dhe kanalet të fuqishme amerikane, mediatike, mund të jetë ndoshta edhe spekulimi atyre mediumeve, por ata besojnë që Irani në këtë fazë me arritjen e pushimit ka arritur që avionet e tyre të hyjnë në territorin kinez dhe të sjellin atë që njesim Manpaz, i cili është F-16, që goditjet e ati Manpaz janë tikon 3800 metra, 3.8 kilometër në hapësinë ajrore, ku godasin helikopteret, por edhe avionet që fluturojnë në çaqet e ulta për të goditur në territorin iranian. Dhe kjo mendoj që ka qenë një ndër arsyet që Kina më njëherë ka filluar furnizimin. Dhe tret arsye është që kinezët dhe rusët janë ata që në diplomaci, sidomos të Këshillit të Sigurimit, bllokojnë çdo iniciativë
e cila nuk i shkon për shtat Iranit. Dhe kjo mendoj janë 3 pikat me cilat Irani dëshiron që në këtë aktivitet, sidomos me paralajmërimet dhe aktivizimin asaj blokadës amerikane rreth detit arabik atje, sepse njerëzit nuk e kuptojnë, nuk ka hyrë në ngushtitë të Hormuzit anijet amerikane. Mirë po është ajo pjesa që do thotë kontrollohet atje ngushtica nga iranianët dhe pjesën dalëse të detit arabik atje rreth brigjet e sultanatit të Omanit poshtë gjandet anijet amerikane të cilat kanë paralajmëruar qysh para 4-5 ditësh çështjen e bllokadës që do ta e cila ka qenë ndonjë ndër arsyet për dhe ka kërkuar ndihmë nga aleatët evropianë që të hapet kjo ngushtitë dhe tash kemi një bllokadë të amerikanëve. Dhe këtu është ai kurthi që generali mendoj ose ministri i mbrojtjes, më mirë të them, i Kinës në fjalorin ushtarak, jo diplomatik, ka paralajmëruar që ne do të rrim krah të gjitha marrëveshjeve tregtare që kanë të bëjnë në raportet Iran-Kinë. Dhe kjo ka të bëjë ekskluzivisht me çështjen e asaj që njihet energjisë apo importimit të naftës, që është jetike për kinez. Don Jung është ministri i tillë i cili ka admirali i marinës zyrtare amerikane, tash ministri i mbrojtjes i Kinës, i cili ka paralajmëruar se ne do të zbatojmë marrëveshjet. Dhe tash do kemi që këto targete që bartin naft kinez do jetë të përcjellura nga flota kineze datare. Në këtë rast, Irani ka kërcënuar, pra i ka kthyer përgjigje Amerikës se do të bllokojë lëvizjen tregtare në detin e Kuq, detin e Omanit dhe në detin e Gjirit. Në këtë rast, është Kina pas Iranit që po jep zemër ose po e mbështet qoftë në armatim, por edhe në aspektin e fuqisë tregtare? Po, sigurisht. Është një arsye shumë e madhe, zoti Quku, për arsye se zemra e BRICS-it është Irani, për kinezët. Depërtimi në pjesën perëndimore është, mund të them, rruga dhe qendra jashtëzakonisht e rëndësishme për palën kineze, dhe më duket që nga fillimi ata që kanë njohur mirë këtë situatë kanë ditur që do jetë problematik aksioni edhe goditjet amerikane, sepse thehet një aliat jashtëzakonisht i rëndësishëm për marshutën detare apo atë rrugën e mendafsht, një brez një rrugë e konceptit kinez, por edhe komplet organizatën e vendeve të BRICS-it, që nga Brazili, sipas edhe vetë sinonimit të BRICS-it, Rusisë, Indisë, Kinës dhe Afrikës së Jugut. Kjo do thotë do goditte komplet konceptin e BRICS-it si organizim i vendeve të tilla, të cilat në një farë mënyrë janë tandemi kryesor i polit perëndimor. Dhe kjo tregon qartas që kinezët është interesant veprimet e tyre të kinezëve. Janë jashtëzakonisht të heshtur, por jashtëzakonisht veprojnë shumë. Do thotë e kanë një logjik jo glamoz, disa popull janë në karakteret e tilla, të cilat tregojnë për atë lavdatën e tyre, propagandën, ofrojnë këtë, ke mundësi këtë, të bëjmë këtë. Kinezët në heshtje kryjnë punë shumë, dhe sot janë forca rivale në rrugën toksor, mos qofshin afër amerikanëve dysh janë që përcjell do thotë rivali kryesor, po flas çdo herë në konditat ekonomike. Dhe po si po dhe ushtarake, Kina mendohet që deri në vitin strategjinë e saj të mbrojtjes, deri në vitin 2030 në arsenalin e vet do të ketë 1000 koka bërthamore, që tash llogaritet dikon 500 deri në 700, dhe deri në vitin 2030 konsiderohet që do kenë këtë kapacitet operative në sillose apo në riparim apo në rimodernizim, por armë dhe raketa jashtëzakonisht të fuqishme të cilat mund të godasin çdo pikë të tokës amerikane. Dhe kjo mendoj që do jetë për amerikanët jashtëzakonisht e vështirë kjo marshutë e tyre në goditjen ndaj Iranit. Por bisedimet do jenë shumë të vështira, nga se njëra palë do të çojë pa, por edhe pala tjetër në këtë rast që ta arrihet një kompromis për një marrëveshje që më duket që do jetë afatgjate. Po kur do jetë garantuesi është problematike, sepse iranianët kanë mësuar 2 herë.
dhe në tretën, në herën e tretë nuk besojnë vetëm një garantues të fortë dhe një marrëveshje e cila kuptohet me hjekjen e sanksioneve, është një shtet që do thotë që nga revolucioni islamik në vitin 1979 bën mbi supe sanksionet të rënda, por çuditërisht ka arritur që të krijojë kapacitete dhe program të fortë të raketa balistike, të cilat janë për momentin kanceri i Izraelit. Duke mbetur sërish te roli i Kinës, Financial Times ka zbuluar se Kina ka furnizuar me satelit spiun Iranin për të piketuar dhe zbuluar bazat amerikane, të cilat më pas edhe i goditi ashtu dhe siç i pam përgjatë atij muaji luftimesh. Në këtë rast, duke qenë se dhe më pas ditën e sotme presidenti amerikan Donald Trump i ka shkruar një letër presidentit kinez duke thënë që të mos armatos më tej Iranin. Në këtë rast, a kemi një betejë qoftë në heshtje, por tashmë edhe të dukshme midis Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kinës, dhe a mund të çojë kjo në një eskalim të mëtejshëm, po themi, të kësaj përballje? Po, nuk e kemi një konflikt të hapur, ose që mund të ketë zizat të një shpërthimi në raportat amerikane-kineze, mirë po mendoj që në prapavi mund të thëmë është fuqia vetë me Kina. Të Rusët është diçka më ndryshe. Me duket që vetë Putini ka një raport të afërt me Trumpin, i ka disa klauzula atje nga marrëveshja, nga takimi i Alaskës, por kinezët furnizojnë me informacione, por që është më e rëndësishme, me duket që edhe elektronika kineze është e pranishme tek forcat armatuese të Iranit apo edhe të vetë gardës, që është sinonim ka dualitetin që ka Irani për brenda, edhe forcat ushtarake shtetërore, por edhe Garda Revolucionare Islamike, cila posedon, mund të them, inventarin më të fortë apo inovacionin më të ri që sillet në Iran, është në kontrollin e forcave të Gardës Revolucionare Islamike. Mendoj që kinezët kanë arritur sistemin elektronik edhe më herët ta instalojnë në Kinë. Më duket që deklaratat Trumpit shkojnë, me siguri kanë informacione, po amerikanët por shkojnë më tepër në atë propaganda që ka të bëjë me atë se janë në radhët në prapavi të Iranit qëndrojnë edhe dy fuqi tjera, apo sidomos në këtë rast Kina, por mendoj që kjo ndihmë në heshtje e kinezëve ka një arsye e cila tenton që Iranin ta mbajë në aleancë me Kinën, dhe në një farë mënyre amerikanët janë të informuar fort mirë për këtë pikë apo për këtë shërbim që i bëjnë kinezët ndaj Iranit, dhe ajo çka do të sjellë në të ardhmen e bisedime, besoj që edhe paralajmërimi i takimit të Xi Jinping Trump për maj u shtyr, se ka qenë në fund të marsit, dikon ja 2 ditë, 3 ditë në fundit të marsit dhe fillimit të prillit, por do jetë një garantues, me qenë se implikimi kinez ka qenë që për të bindur Iranin për të shkuar në bisedime dhe për të pranuar të ulet në tavolinë me amerikanët. Dhe kjo do jetë, mund të them, ajo sfida mes dy gjigantëve që mund të jenë të garantues pastaj të një marrëveshje e cila besoj që nuk do të vije shpejt, nga se të dy palët nuk kanë hyrë që të arrijnë marrëveshje në të shtunën e kaluar. Por të gjitha janë kalkulime, të cilat mendojnë që njëra apo pala tjetër të dalë me adopt nga këto bisedime. Por besoj që iranianët në prapavi edhe në aspektin diplomatik, po dhe të elektronikës ushtarake kanë një fuqi shumë të madhe, e cila për momentin shifet që është e interesuar që amerikanët në misionin e tyre të dalin humbës, me që se në aspektin konvencional amerikanët tash për tash ende janë fuqia e cila mund të jetë ajo që prish llogaritë edhe të rusëve dhe të kinezëve. Po thëmë çdo herë në konditat e asaj që në pika tjera ku prekin amerikanët, me qenë se Irani është ditur që është arë bukur e fort, por ja që Trumpi informacionet e Mossadit dhe aja që ka shtyr Benjamin Netanyahu ka menduar që për 20 minuta si në Venezuelë kryen punën, por ja që në Irani është një fuqi tjetër.